Veprimtari Halil Geci ka reaguar pas ftesës së LDK-s ndaj Mismës që t'ju bashkëngjitet listës së tyre dhe kritikoi ashtë për LDK-n për këtë veprim duke i quajtur bashkëpunimin me Fatmir Zuzarin bombë të kudisur kundër rrugovistëve dhe akuzon parti të caktuara për tradhti dhe mbrojtje të kriminalëve politik. Në vijim, postimi i tij plot në Facebook, bashkimi i LDK-s me Fatmir Zuzarin, bomba e kudisur kundër rrugovistëve dhe shndërrimi i LDK-s në rrugë të re. Bashkimi i LDK-s me këtë Fatmir Zuzarin është bombë e kudisur kundër rrugovistëve. A nuk është ky bojleri që LDK-ja e Malishevës ka vuajtur prej tij si prej ubicave të Arkanit? A nuk është ky bojleri i Malishevës për të cilin LDK-ja e Malishevës akuzonte se kishte urdhëruar të marrë një rrugovist nga xhamia dhe kishte pushkatuar në një mal jo larg shtëpisë së tij? A nuk është ky ai bojleri për të cilin flitet dhe akuzohet se ka marrë kinse për një bisedë informative një person nga shtëpia dhe e ka kthyer pas 3 ditësh? A nuk është ky Arkani Malishevës për të cilin Feta Rudi pretendon se ka qenë urdhërdhënës për atentatin ndaj tij, ndërsa sot Fetau po shndron në Kolic? Ja ku e ka sjell LDK-n Lubomir Presheva, së bashku me të ashtuquajturin qenef të Polarit, Edi Ramës dhe Aleksandr Vučićit, të cilët i përdorin sa herë që u nevojitet. Bravo djathista, për një mend e keni shndruar LDK-n në rrugë të re, kështu mirë dhe bashkuar din t'i bashkojnë me një dëshirë dhe me një qëllim të vetëm, dadalume. Ku na mbetën do Zuzar djathtis që e shaj Hashimin në mendje kurse projektin e tij dhe të Vučićit e jetëson me mbrojtjen e duartjokitje? A ju kujtohen do Zuzar të djathtë kur thonin kur me PDK-n dhe Vučićin dhe e bënin të kundërtën, gjithë me PDK-n dhe Vučićin dhe mua më quaj një shitur? A më të shitur jeni ju që i duartrokitni dhe i miratoni tradhtin? A nuk është ky bojleri i Malishevës ai që akuzohet nga Feta Rudi dhe LDK-ja si urdhërdhënës i vrasjeve politike? Si nuk vjen turp gjëna prej të vrarëve e të torturuarve të LDK-s që u keni futur në gjik kriminalet që vrisnin dhe rrihnin ledekista me porosi? Çfarë turpi ka lume e Preshevës kur ati nuk ua ka përzgjitur bëthën ai se ka fare dert për të tjerët? Turpi dhe tradhtia si ndaj adeut si ndaj të vrarëve s'ka brina, veç kështu siç është dadalumni.